إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala fuqiplot. Për ti ndihmë kërkojmë dhe vetëm për Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe atë që lën Allahu në devijim në humbje, askush nuk ka mundësi të udhëzojë pas tij. Besojmë dhe deklarojmë që askush nuk e meriton adhurimin përpos Allahut subhanahu wa taala dhe se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob i tij dhe dërguar i tij. Salatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik, dhe mbi mbar besimtarët të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Xhamati të nderuar, një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në njërin nga rrugët e Medinës bashkë me një turm të madhe të shokëve të tij ishin duke ecur dhe duke shpejtuar dhe qëlloi një fëmijë, një foshnjë në midis të rrugës. Dhe nga frika e nënës së saj drejt ajo shpejtoi dhe tha fëmiu, kujdes nga që mos të dëmtohet ai fëmijë. E murat fëmijë dhe përkëdheli dhe sahabët i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Allahut, kjo nën kur fëmijën e tij nuk e hedh në zjarr. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë jo kur. Por i tillë është edhe Allahu subhanahu wa taala dhe më i mëshirshëm. Të dashurën e tij nuk e hedh në zjarrin e xhehenemit. Mëshira dhe falja Allahu subhanahu wa taala për gjithë ata besimtarë të cilët kërkojnë falje dhe drejtohen tek Allahu subhanahu wa taala është e madhe. Dhe i fal Allahu subhanahu wa taala dhe të tillë bëhen të dashurit e Allahut azza wa jall, e Allahu të dashurit e tij nuk i dënon me zjarr të xhenemit. Allahu mos ta dënoft ya Rabbi. Vëllezër të dashur besimtarë, hutbja e sotme është për mëshirën dhe faljen e Allahut subhanahu wa taala. Pra atë kohë sa mundemi t'ju shpjegojmë, sepse mirësitë e Allahut dhe falja e Allahut dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala është e pafund. Vëllezër të dashur, vetëm në fjalën Bismillahirrahmanirrahim, surat e Kuranit që fillojnë 114 sure, 113 prej tyre fillojnë me Bismillahirrahmanirrahim përpos surës At-Tauba. Sepse sura At-Tauba ka të bëjë me rregullat e luftës, e kështu që nuk fillon ajo çështje me mëshirën, me Rahman, me Rahim. Po që nga fillimi i surës Al-Fatiha themi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim përsëri. Emri Allahu subhanahu wa taala Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, i gjithëmëshirshmi, mëshirëploti. Menjëherë Allahu azza wa jall na njofton neve me vetveten e tij, sepse ai është mëshirëplot dhe ai është i gjithë mëshirshmi. Thot Allahu subhanahu wa taala, wa rahmeti wasi'at kull shay. Mëshira ime, rahmeti im çdo gjë përfshin. Çdo gjë përfshin rahmeti Allahu subhanahu wa taala. Asgjë nuk ka mundësi me mbijetu në fytyrë të tokës apo me qëndru pa rahmetin, pa mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. As njerëz, as kafsh, as gjin dhe as gjë tjetër
Ne jemi duke jetuar me rahmetin, me mëshirën Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall i drejtohet gjithë atyre njerëzve të cilët janë pabesimtar. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala, na tregon në Kur'an për ta, se wala yaqnatu min rahmetillahi illa al-qawmu ad-dallun. Dhe nuk e humbin shpresën nga falja Allahut, nga mëshira Allahut, përpos ai popull që janë të humbur. Andaj nuk lejohet asesi që dikush me marrë të drejtë dhe me thënë që Allahu nuk mi fal mua mëkatet, Allahu nuk më mëshiron mua sepse unë kam shumë mëkate. Dëgjojmë këso fjallësh prej disa njerëzve të cilët i kanë humbur shpresat nga kjo botë dhe kanë rënë ndoshta në stres dhe në depresion dhe nuk kanë shpresë tek rahmeti Allahut azza wa jall. Allahu kështu t'ja kthen atyre, sepse humbja e shpresës dhe mos besimin në rahmetin Allahut, në mëshirën Allahut azza wa jall është shumë më e keqe dhe më e rëndë se sa vetë mëkati. Për cilësive të Allahut azza wa jall është pra rahmeti, mëshira, e dikush mja mohu këtë cilësi Allahut subhanahu wa ta'ala është dalje prej fesë islame. Për të arsye Allahu kështu t'i kërcënon ata njerëz. E besimtarët i fton Allahu subhanahu wa ta'ala gjithë njerëzimin. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O ju njerëz, o ju robët e mi, të cilët e keni tepruar me mëkate, la taqnatu min rahmetillah, mos i humni shpresat nga mëshira Allahut azza wa jall, sepse Allahu i fal gjitha mëkatet. Qofshin të mëdha apo të vogla, Allahu azza wa jall i fal të gjitha mëkatet, sepse ai është falës dhe mëshirues. Panë parasysh çfarë mëkati ke bërë. Mëshira Allahut azza wa jall është shumë më e madhe se sa hidhrimi Allahut subhanahu wa taala me atë person i cili i ka bërë atë mëkat. Nëse ai kërkon falje për Allahut dhe pendohet, ja fal Allahu subhanahu wa taala, pa më parasysh sa është i madh dhe sa është sasia atyre mëkateve. Mjafton një pendim i sinqert tek Allahu azza wa jall. Mjafton një 2 rekate ti falësh dhe të kërkosh falje për Allahu subhanahu wa ta'ala, se Allahu azza wa jall është me të vërtet, si që ka thënë në Kur'an, falës dhe mëshirues. Vëllezër të dashur besimtar, Allahu azza wa jall thot me një hadith kutsi, o biri Ademit, nëse mëkatet e tua kanë mri deri te rreth e qiellit, unë t'i fali ty. Vjen ti tek unë me pendim, kërkon falje, unë t'i fali ty. Mos u mërzit vetëm se vetëm të mjafton të kthehesh tek Allahu dhe të kërkosh falje për gabimet e tua që i ke bërë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall e shtrin dorën e mëshirës ditën që t'ja fal atyre të cilët kërkojnë falje për Allahu subhanahu wa ta'ala, të cilët kanë bërë mëkate gjatë ditës. Dhe po ashtu, Allahu azza wa jall e shtrin dorën e tij të mëshirës natën që të kërkojnë falje ata të cilët kanë bërë pra ditën dhe natën. Ka bërë ditën mëkat, kërkon falje natën, ja fal Allahu ato që i ka bërë ditën. Nëse natën ka bërë mëkat, kërkon falje në mëngjes apo gjatë ditës, ja fal Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka që është i madh rahmeti Allahut azza wa jall që ditën edhe natën ja fal robëve të vet, vetëm se vetëm a ka kush kërkon falje, andaj kërkojmë falje për Allahut azza wa jall për gabimet tona, për mëkatet tona, për ato mëkate që i dimë dhe për ato mëkate që nuk i dimë apo i kemi harruar. E lutim Allahun azza wa jall që të na i falë neve mëkatet dhe të na pastroj zemrat tona nga çdo mëkat. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalus salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salat e selam i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wa salam. Të dashur vëllezër besimtar, thuhet, tregohet që një grua në kohën e Davudit alaihi salam ka pasur një 3 vajza jetime. Dhe ajo ka punuar punë dore, ka qëndis, dhe ato që ka qëndis, atë petk, atë robë, e ka shitur dhe i ka ushqyer fëmijët e saj. Dhe një ditë, një petk që e ka qëndisur, e ka lënë dikun jashtë, ka ardhur një shqiponj, pra një shpesë grabitqare, dhe ka pasur në ngjyrë të kuqe, ka menduar se është cop e mishit dhe ka marrë dhe ka fluturu. Të nesërmen vjen kjo grua te Davudi alayhi salam dhe ankohet, thot, Zoti a është i drejt apo bën pa drejtësi? Ka thonë ke kujdes shka e të thënë, drejtësia Allahut azza wa jall asnjëherë nuk është e pa drejt. Ka thonë çka ndodh me ty? Thot kështu ndodhi rasti. Ajo akoma duke qenë te Davudi alayhi salam, vin një 10 tregtar. Trokasin te Davudi alayhi salam dhe tregon një ngjarje që ka ndodhur me ta në det. Thot ishim në një anije duke lundruar për tregti. Thot filloi një frym e madhe dhe u qa anija. Nuk ishim se me çka ta riparojmë dhe ta mbyllim atë qarje dhe ishim të rrezikuar të gjithë që të fundosemi në det. Erdhi tha një shpez, një shqiponj dhe e hedhi tek ne një copë pëlhure të kuqe. Dhe me atë copës thot e arnuam atë vend, e mbyllëm atë vend dhe deshti Allahu u qetësua edhe fryma dhe erdhëm në Bregdet, shpëtuam dhe kemi vendosur që çdo kush prej neve nga 100 dinar, nga 10 dinar të jep, pra dikun 100 dinar kanë qenë, 10 vet nga 10 dinar të japim ati i cili i meriton, dhe ti e din më së miri se kush meriton, jepja ati personi. Thot Davudi a.s. Ja thot, Allahu azza wa jall për ty ka tregtu, ka bërë tregti edhe në det që të furnizoj i ty. Dhe ja ka dhënë ato 100 dinar, asaj gruaje ka thonë shfrytëzoji për jetimat që i ke. Do njëherë Allahu subhanahu wa ta'ala mund të sprovoj, vetëm se don me t'i ngrit gradat Allahu subhanahu wa ta'ala. Do njëherë Allahu azza wa jall mund të merr diçka nga ti, vetëm se don me dhën shumë fishin e asaj që ta ka marrë Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall është i drejtë dhe bujar dhe nuk e dëmton robin e tij. Pa ta syje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush ka mundësi mos të vdes në dynja përveç se duke patur mendime të mira për Allahun subhanahu wa taala, ashtu le të vdes. Sepse çfarë mendimi do të ketë për Allahun subhanahu wa taala, ashtu do ta gjejë Allahun azza wa jall në botën tjetër. E ne besimtarët besojmë tek Allahu se është i drejtë, se është falës, se është bujar Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse dikur na ka sprovu me ndonjë gjë, e dim dhe besojmë dhe shpresojmë tek Allahu që Allahu azza wa jall një ditë do të na shpërblejë neve, qoftë në dynja, qoftë në ahiret. Allahu subhanahu wa taala do të na jep neve dhe do të na nderojë dhe do të na respektojë Allahu subhanahu wa taala. Për neve kërkohet që të kemi mendime të mira për Allahun ton. Dhe në asnjë moment që mos të mendojmë keq për Allahun subhanahu wa taala, pa më parasysh sprovave dhe vështërsive që i kemi në këtë botë. Elusim Allahun azza wa jall
të na udhëzojë në rrugën e drejtë neve dhe familjet tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na i falë mëkatet. Lutim Allahun të na mëshirojë në dynjë e ahiret. Lutim Allahun të na mëshirojë me 99 mëshira që i ka lënë për ditën e Kiametit. E vetëm një mëshirë ka lëshuar këtu në dynjë, që thot pejgamberi alayhis salam. Edhe nga ajo mëshira Allahut këtu në dynjë është që edhe kafsha e egër e ruan të birin e saj dhe e mëshiron. Allah na mëshiroft, Allah i mëshiroft të vdekurit tanë. Lutim Allahun azza wa jalla të largoj brengat tona. Lutim Allahun të shëroj të sëmurit tanë. Lutim Allahun të laj borxhet tona. Lutim Allahun kur të ndahemi për kësaj dynjaje, të ndahemi duke qenë Allahu i kënaqur me neve. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.